që jeni të ullur nga Joan, ngritët kartonin e kuq, kur u propozua në këtë sallë rezoluta për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë. Ju që ja doni kaq shumë të mirë në Kosovës, përse votuat kundër njohjes së gjenocidit serb në Kosovë? Na thoni. Ky është fakt. Fakt është tundja e kartonit kuq. Jepni përgjigje për këtë. Merrni replikat. Ju marr me radhë, një nga një nëse doni. E dyta, fakti tjetër është që për një deklarat shoviniste për spastrim etnik, ju mjaftoheni me përgjigjen e mefsht dhe të zbet, siç i ka hije atij ministri ton të jashtëm, dhe nuk mbani qëndrim. Kosova e ka shpallur persona non grata, ministren. Ministri i jashtëm i Kosovës bën thirrje për qeverinë shqiptare që gjithashtu të mbajë qëndrim të fortë, ta shpall persona non grata. Dhe ju merreni me çka ka ndodhur në një takim mes miq të Ramës me Vučićin, ku i shkëmbyen favoret politike njëri tjetrit, duke thënë gjysmëllafi njëri për Kosovën, gjysmëllafi tjetri kundër Kosovës. Dhe këtë na i quani patriotizëm të madh. Mbani qëndrim zyrtar me fakte, me vepra, jo me fjalët e mefshta të atij që keni vënë ministër. Sa për shokun Bido na ke munguar seancën e radhës, shumë gabim që e le vetëm taulantin dhe s'kishte kush ta mbronte. Megjithatë, zoti kryetar, unë kam vendosur mos merre më me salcat e sufllaqeve të shokut Bido se janë bërë bajate dhe rrezikojnë të helmojnë sufllaqexhin e tij 70 vjeçar, njësoj siç me tenderat tuaja keni helmuar jo një, po 2 herë. Përfundoni, ju lutem. Mbaroj që me tenderat tuaja keni helmuar jo një, po 2 herë studentët e Akademisë së Sigurisë. Dhe zoti Braçe, po ke gjë për të thënë, thuaj në mikrofon. Faleminderit. Tani vijojmë rendin e ditës. Interpelancë me Ministrin e Financave, zotin Petrit Malaj, kërkuar nga deputetja Jorita Tabaku. Interpelanca qetësi, ju lutem. Kërkohet në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores së Kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me performancën buxhetore në fushën e shpenzimeve dhe të ardhrave. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96.5 e rregullores. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Interpelanca konsiderohet e kryer. Vijojmë me çështjen tjetër. Projekt ligj, pika e 4. Projekt ligj mbi të ftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Referuar në 73.2 e rregullores, nëse ka pyetje për ministrin, nëse jo, zoti Salla, ministri, ju lutem